Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë e mban botës. Për ta mbrojtur Alian me çdo kusht, Cihani detyrohet të marrë një nga vendimet më të vështira të jetës së tij. Me shpresën se një ditë do të ribashkohen, ai dhe Alia bien dakord, me mirëkuptim të ndërsjell të divorcohen. Ky vendim i jep Boranit një avantazh të ri dhe i forcon pozitat e tij. Duke vepruar me shpejtësi për të rimarrë familjen që mendon se ka humbur, Borani shpall hapur kërkesën e tij të parë. Dëshiron ta shohë menjëherë djalin e tij. Megjithatë, duke shpërfilur paralajmërimet e Elias dhe Cihanit, ai jo vetëm që nuk arrin rezultatin e dëshiruar, por detyrohet të përballet me pasoja që kërkojnë shumë më tepër përpjekje se sa kishte parashikuar për të ndryshuar balancat. Ndërsa Cihani përpiqet të qëndrojë i palëkundur në çdo front të betejës së hapur nga Borani, Zerini i rrëfen se ndodhet në prag të një vendimi që do t'ia ndryshojë jetën rrënjësisht. Në mes të kësaj stuhie emocionesh, Cihani vazhdon të luftojë pa u dorëzuar. Por ajo që do të ndodhë gjatë procesit të afërt të divorcit, do t'u tregojë të gjithëve edhe një herë se përballë fatit askush nuk mund të dalë fitues.